Kjo ka dalë shumë keq Prishtinë, nuk e di, po në cilin mulli do me quaj. Cilin mulli do me quaj. Në cilin mulli po qënoj sonë për Prishtinë. Si mërë debati, unë jam të qumë mulli. Debati, se thash po fletë si AK. Po si AK po flasën, normalisht. Edhe nëse një votus e ka AK janë Prishtinë. Ose kam shumë respekt me mira votus në përgjitha vendet. Edhe për Big Berishën, shumë mirë. Tash vjen rada. Çfarë pengesë kiti aty? Me u bashk, me u rrethu rreth, me u rreshtu rreth Arolaçekut. Që me fitu Prishtinë. Edhe ai moment vjen edhe shihni që nuk vjen kërkush me u bë në partneritet, çu thon pak më herët, me vetë në konstatim që nuk qeveris dikush në lëvizje e cila është që ka diskriminuese edhe që ka çepazët. Ky nuk është qendrimi i partisë që e përfaqëson. Po, absolutisht është qendrimi. Shumë i qartë. Absolutisht i qartë është. Jo qendrimi dalin nesër, tash ende s'ka rezultat. Po jo më të them sot, prej sot. Flasim. Unë po të garantoj që është qendrimi i partisë. Po më ç'është është? Ti do më fol për aleancën tash? Zoti zgjidha guxo. Vizion tjetër. Nuk do të mbështesin zotin Arolaçekun në ballotazh eventualisht? Absolutisht jo, asnjë disponim nuk ka brenda aleancës për çfarë do lloj partneriteti me lëvizjen. Mos u gut me fol, se halas kemi filluar. Mos u gut pas, mos u gut në drejtën tëm për me folë, po kupton? Dhe rezultati nesër është se cila parti çu shiko punë e hallë. Shumë mirë që vjen. Lidh Prishtinë me një qytet tjetër. Vjen pret ndihmën edhe të aleancës? Ndihmën e secilit person, secilit qytetar, secilës parti që ja do të mirë këtij qyteti, që na mundson me fute me dalë në Prishtinë normalisht. Me vendos bllokot si nivelin qendror. Jo, ndihmën e aleancës në pej. Absolutisht. Gjithsesi. Se peja aleanca ka dalë mirë në pej, aleanca na duhet që me kryu një aleancë anti-mafi në pej, anti-korupcion në pej, dhe